Shërbimet inspektuese të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari kanë shqiptuar gjoba në vlerë mbi 19.000 euro ndaj operatorëve të ushqimit në kuadër të 1221 kontrolleve të jashtëzakonshme të realizuara para festave të Pashkëve, njoftoi nga agjencia. Janë shkatruar mbi 272 kg ushqim i pasigurt, pjesa më e madhe me origjinë shtazore, në deponinë Drislla janë zgjesuar në mënyrë të sigurt edhe më shumë se 40 ton vestë pasigurta me origjinë nga Serbia fqinje. Inspektorët kanë dhënë 35 vendime dhe 6 paralajmërime për hedhjen në treg të ushqimit me afat të skaduar, përdorimi i mishit të ngrirë në ushqime që përmbajnë mish, produkte të etiketuara në mënyrë të papërshtatshme dhe parregullsitë e tjera. Gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme është konstatuar gjithashtu se 7 objekte nuk ishin të regjistruara si operator ushqimor në agjenci, 3 operator nuk kishin kryer kontrolle të detyrueshme shëndetësore për punonjësit, ndërsa te 13 operator janë konstatuar kushte të pakënaqshme higjienike dhe teknike. Kontrollët u kryen në të gjitha segmentet e zinxhirit ushqimor dhe kishin për qëllim parandalimin e vendosjes në treg të produkteve të pasigurta dhe luftimin e tregtisë së paligjshme.